Nëse je gjithmonë i lodhur, ka një arsye të fshehur dhe nuk është ajo që mendon. Shumë njerëz ankohen se nuk kanë energji, nuk humbin peshë dhe ndihen të fryrë gjatë gjithë ditë. Mjekët thonë se shpesh fajin e ka një ushqim që ham çdo ditë, por askush se mendon buka e bardhë. Buka e bardhë është e butë, e shijshme, e lehtë për çdo vakt, por trupi e përpunon shumë ndryshe nga sa mendoj. Ja çfarë ndodh, rrit sheqeri në gjak shumë shpejt, shkakton uri edhe më të madhe më vonë. Ul energjinë pas ngrënies, ngadalson metabolizmin në afat të gjatë, rrit depozitimin e yndyrës në zonën e barkut. Ekspertët e quajnë karbohidrate bosh, sepse nuk ka fibra dhe trupi e djeg shumë shpejt duke të lënë përsëri të urit. Por ka edhe lajme të mira, nuk keni pse hiqni dorë nga buka. Thjesht zvendësojeni disa herë në javë me bukë integrale, bukë thekre, bukë misri ose bukë me fara. Metabolizmi fillon të punojë më mirë dhe energjia rritet pa e bërë asnjë ndryshim tjetër në dietë.